kur mashtrimi dhe jo drejtësia i kaplan dhe bët pjesë e mendësisë tek ata të cilët gjykojnë dhe tek ata të cilët prej tyre pritet që të vendosin drejtësinë. Do të thotë ata të cilët punojnë në institucionet e drejtësisë, qofshin gjykatës, qofshin prokuror e kështu me radhë, avokat, prej atyre që ne presim ata ta vendosin drejtësinë, prej atyre që ne presim ata ta ndihmojnë drejtësinë dhe që e drejta të del në shesh dhe të dilet në ndihmë atyre që janë viktima të padrejtësisë e shumë gjërave të tjera, ne nuk guxojmë në asnjë rrethon që mashtrimi, hilet, abuzimi, çfarë do thuaj, të jenë pjesë e mentalitetit dhe veprimeve të këtyre njerëzve që gjykojnë edhe të tjerët presin nga ata që ata të jenë të drejtë. Prandaj, thot Allahu fuqiplot në surën Bakara ajetin 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të kotë. Do të thotë mos i kërkoni shpërblimin që ti e meriton për një shërbim në mënyrë të kotë kur ai tjetri i cili paguhet për punën që e bën, ai nuk e bën punën si duhet apo nuk e bën punën me të drejtë. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jo nuk duhet të lejoni që me vetdije që një farë forme të ketë, po e them tash me gjuhën të kuptohemi, që aferat korruptive dhe korrupsioni, mitoja, të bëhet pjesë e veprimeve tona dhe në veçanti po flasim për ata të cilët gjykojnë dhe prej tyre pritshmëria e gjithë njerëzve dhe shoqërisë është që ata të gjykojnë drejt dhe ta vendosin drejtësinë dhe secilit t'ia japin të drejtën e cila i takon. Dhe në rastet e tilla korrupsioni, rishfeti nuk do të jetë pjesë e shoqërisë tonë kur njerëzit nëpërmjet rishfetit munden me e ble një të drejtë e cila nuk ju takon dhe munden me i dëmtu qebesat e tjerët kur ata nuk e meritojnë të dëmtohen, por rishfeti dhe korrupsioni ndikon që prej atyre që ne presim të vendosin të drejtën dhe drejtësinë, ata nuk veprojnë ashtu.